Zoti Resuli, ju keni denoncuar së fundmi zhdukjen e 130 ton misër të kontaminuar me aflatoksin. Cilat janë dyshimet që keni dhe ku ka përfunduar ky misër? Për fakt është një ngjarje alarmante, duhet thënë për arsyeën e vetme sepse tashmë problematika për aflatoksinën bën më shumë se 6 muaj në të cilat ka pas përpjekje të vazhduara për ta neutralizuar, për ta kontrolluar, për ta pasur nën kontroll, edhe hera herës ne kemi pasur përplasje dhe pasoja në aspektin ekonomik edhe shëndetësor për sa i përket prezencës së aflatoksinës në territorin shqiptar, kryesisht e importuar nga Misri. Do të sjell në vëmendjen tuaj edhe rastin e denoncuimit të zotit Braçe të fermerëve të cilat për arsye të aflatoksinës në Misër fabrikat refuzuan një pjesë të mirë të qumshit të blegtorëve me drejtën e tyre për arsye të garancisë të sigurisë ushqimore. Dhe nga ana tjetër kemi një institucion i cili do të jetë garanti i sigurisë ushqimore, garanti i shëndetit publik, garanti aty prezent që importet të caktuara apo të tilla të mos injektohen dhe të mos hidhen në treg, pasi do të kuptojmë që fermeri apo blegtori shqiptar nuk ka se si ta identifikojë prezencën e aflatoksinës në misër, por janë institucionet ato, në rastin konkret AKU-ja, bashkë me inspektorët, duke kampionuar produktet të caktuara që hyjnë në territorin shqiptar, përfshirë edhe Misrin në rastin konkret, edhe duke i ndaluar ato që më vonë të përfundojnë në treg gjër apo të konsumohen nga blegtorët apo fermat blegtorale më pas pastaj të shkojë në tavolinat e qytetarëve. Në fakt është skandal për të thënë, sepse nuk po flasim sepse i ka humbur diçka e vogël, po flasim për 130 ton, pra po flasim për një sasi e cila është e parazbledhshme gati me 6 apo 7 trajlera me misër, të cilat në mes të ditës, në prezencë të inspektorëve, në sy të AKU-s, është përndar dhe është hedhur për konsum në treg. Dhe në fakt nuk e di se ku mund gjendet kjo kurajo qoftë dhe subjekti për ta injektuar, prandaj lind dyshimi i arsyeshëm sepse këtu vetë AKU-ja ka lejuar në një lloj forme injektimin në treg të produktit. A mund të na tregoni se çfarë është aflatoksina dhe sa rrezikshme është kjo toksinë për shëndetin? Atëre, ne po flasim për një toksinë apo mikotoksinë e cila gjendet në misër, kryesisht në aflatoksinë B1, e cila pasi konsumohet nga kafshët blegtorale, ajo nëpërmjet transformimit apo toksinave të ndryshme kthehet në aflatoksinë B1 për shëndetin e njeriu. Dhe në fakt ka norma në Bashkimin Evropian edhe në botë, të cilat këto nuk duhet lejohen për konsum human. 0.5 ppm e ka Bashkimi Evropian, 0.05 e ka BE-ja dhe 0.50 e ka Amerika. Janë dy norma botërore që qarkullojnë për sa i përket aflatoksinës. Por që ne të jemi të garantuar, që ne të shmangim rrezikun, që ne të mos përfundojë aflatoksina në tryezat tona, atëherë kontrolli fillon apo nis që tek misri, pra te lënda e parë në të cilët konsumohen baktit. Dhe duke ndaluar aty nivelet jashtë normave që lejohet për tregtim të produktit, ne shmangim gjithë zinxhirin ushqimor apo gjithë kontaminimin e zinxhirit ushqimor, duke filluar edhe me qumshin, edhe me mishin apo produkte të tjera. Pra, çfarë do të them, që në fakt kjo toksinë mbahet në kontroll prej vitesh tashmë, për kohë gjatë që aflatoksinat apo toksinat e ndryshme mbahen në kontroll apo duhet të jenë brenda normave. Po flasim për një mikotoksinë e cila në studimet caktuara ka referuar edhe problematika apo si indikator i parë për problemet kancerogjene. Pra, po flasim për një mikotoksinë e cila normalisht nuk duhet apo nuk është e lejuar shkencërisht të jetë prezent në produktet ushqimore, sidomos në produktet ushqimore për njerëz, në rastin konkret në qumsh apo në mish, të cilat ato më pas depozitohen aty. Ky nuk është rasti vetëm në fakt që kur produktet e kontaminuara kanë përfunduar te konsumatorët, çfarë nuk është duke funksionuar me AKU-n? Shiko, në fakt, nëse të shohim një studim të para disa viteve të barometrit të Ballkanik, i cili fliste mbi standardet e produkteve, pra orientimi i konsumatorit. Pse konsumatori shqiptar në këtë studim ishte prevalonte apo preferonte të orientohesh në konsumet e produkteve jashtë, pra produkte jo made in Albania.
në fakt janë institucionet shqiptare, institucionet të cilat janë aty për na garantuar sigurinë ushqimore dhe produkte të shëndetshme. Pra, do të jenë në lartësinë e duhur këto institucione që dhe konsumatori mos t'i drejtohet kompanive të huaja. Pra, që ne ta mbrojmë apo ta mbrojmë produktin shqiptar apo produktin made in Albania, do duhet që rasti konkret autoriteti kombëtar i ushqimit duhet të ngrihet në një nivel tjetër dhe jo të vazhdojë në vazhdën e politike apo interesave të caktuara dhe duke mos bërë atë thelbin e saj detyrën për cilën autoriteti kombëtar i ushqimit është aty për të na garantuar sigurinë ushqimore dhe për të na garantuar ne që konsumi i produkteve qoftë prodhimi made in Albania dhe qoftë produkte të importuara, sepse kemi jo pak raste në shkryte nga Greqia, për shembull, kanë ardhur me kontaminim të lartë të pesticidëve. Kemi jo pak raste kur që familji qumshti për fëmijë i cili në Europë doli me një ngarkesë të caktuar dhe u raportua në RAFS. Pra, autoriteti kombëtar i ushqimit është aty për produktet vendore dhe për importin e produkteve tjera i garant. Prandaj pika doganore, prandaj ka inspektor të autoritetit kombëtar të ushqimit në çdo pikë doganore, që duhet merret mostra, duhet bëhet analiza, prandaj është instituti apo ISUVI, Instituti i Sigurisë Ushqimore dhe Veterinarisë, që i vetmi, po themi, referencë që ka Shqipëria, është aty për të dhënë garantin dhe për të garantuar që këto produkte nuk përfundojnë në tryezën tonë, por ndalohen që në origjinë. Rasti në fjalë i ministrit është skandal mbi skandal, pasi është bllokuar dhe është vënë shiritin e Aguja, ka arritur të hidhet përsëri në treg. Pra, që do të thotë që një sër institucionesh përfshirë dhe Agun nuk e ka kryer mirë apo siç duhet detyrën e vet. Ka ndikuar në gjithë të që ju sapo thatë dhe mos funksionimi apo ndrimi shpesh i drejtuese? Unë thash pak më parë që autoriteti kombëtar i ushqimit është bërë një lloj çoke, ndërkohë që duhet të jetë ekuivalent apo ndoshta edhe shumë herë më i rëndësishëm, po e përmend për ekuivalencë me qenë se është bërë për fjalë e ditës prokuria e posaçme SPAK. Pra, nëse flasim aku e nëse flasim SPAK, po flasim në njëta nivele. Po flasim në të njëjta nivele për sa i përket rëndësisë, po flasim për sigurinë ushqimore e cila është e lidhur ngushtë me sigurinë kombëtare. Ne po përjetojmë kohra lufte. Kush tha që një produkt i importuar nga një vend armik i Shqipërisë nuk ka substanca të kontaminuara apo me ngarkesa të caktuara, të cilat mund të shkaktojnë efekte afatgjate apo afatshkutre në shëndetin e konsumatorit shqiptar. Pra, ne nuk po flasim thjesht për një drejtori. Pra, nuk po flasim thjesht për një institucion që është aty që disa persona marrin rrogan edhe dikush mund të bëjë çoka partia apo dikush mund të vendosi mikun, vllajin, xhaxhajin edhe kështu me radhë. Ne po flasim për një institucion i cili ka jetën e shqiptarëve vendor. Ne po flasim për institucion i cili ka jetën e fëmijëve të shqiptarëve vendor. Ne po flasim për institucion i cili nuk ka orar në shërbimet e tij. Është ditë, është natë, është shi, është breshër, është i fortë, është i butë, është politikan, pra është aty për të dhënë garant kushdo që injekton në treg dhe kushdo që injekton në rrjetin e dyqaneve, supermarketeve, apo kushdo që mundson produkte jo standarde, jo të rregullta, të kontaminuara, jo të shëndetshme për konsumatorin shqiptar të vihet përballë ligjit dhe drejtësisë. Pra, ne po flasim për një institucion i cili në fakt fatkeqësisht kohët e fundit e kemi parë që është kthyer më shumë një lloj çoke se sa një institucion të vërtet të sigurisë kombëtare. Në këto kushte ku institucionet nuk na mbrojnë, cili është kujdesi që duhet tregojnë qytetarët veçanërisht në zgjedhjen e produkteve? Ne flasim për agjendë edhe lëndë të cilat nuk është se mund të dallojmë me sy. Absolutisht, vlen këshilla për konsumatorët, vlen këshilla të tipit të shikojnë datën e skadencës, të shikojnë produktet ose që janë në frigorifer, të shikojnë temperaturën sipër nëse produkti është në 2 gradë apo në 4 gradë në frigorifer. Vlen të tekstojnë të shohin produkte të cilat mund të jenë të hapura dhe mund të shiten si të hapura, vlen të thuhet për konsumatorin që mos blet produkte pa origjinë, pa etiketë. Pra, diku atje në anë të rrugës është dikush që shet diçka edhe ne shkojmë me blenë dhe shumë radhë. Pra, vlen të përmenden një sër këshilla për konsumator, por në rastin konkret, me rastin e pleshtyve pesticid nga Greqia, në rastin e qumshit me aflatoksin, është e pamundur që konsumatori shqiptar të evidentoj apo të shikoj apo të
si thot, identifikoj përpara si problem. Kjo është e pamundur dhe ndaj problemi ngrihet në këto nivele, sepse janë autoritetet përkatëse, janë ato cilat duhet jenë aty për na garantuar ne shëndetin tonë dhe fëmijëve tanë. A do të bëhet pengesë siguria ushqimore që ne të integrohemi në BE? Ka dy momente që Kryeministri i Shqipërisë është shprehur si thon specifikisht për këtë temë. Ka dy momente. Së pari në qershor, mos gaboj 2025, në cilën ai njëri trit ka thënë autoriteti kombëtar i ushqimit duhet të shkrihet. Dhe për hir të vërtetës duhet të ishte shkrirë, dhe duhet të shkrihet në të gjithë kuptimin e fjalës, sepse nuk po e përmbush misionin. Dhe së dyti ka qenë një dalje e fundit e kryeministit, i cili ka thënë një nga kapitujt më të vështirë në të cilën Shqipëria do hasi probleme. Dhe do ta ketë vërtet vështirë, sepse Bashkimi Evropian nuk të fal. Sidomos tek siguria ushqimore, nuk të fal që produktet të kontaminuara nga arkurat shkojnë në tryezën e konsumatorit evropian, pse edhe për hatër apo për miqësi apo për geopolitik për Shqipërinë. Jo, nuk të fal. Pra, kapitulli 12, siguria ushqimore dhe veterinaria, është një kapitull në të cilën duhet se s'bën që të reformohet sistemi i ekspertëve edhe inspektorëve të përgatitur për sigurinë ushqimore. Duhet sistemi laboratorik qendror, siç është rasti i referencës së ISUV-it, apo dhe rajonalët të ngrihen në lartësi të duhur. Duhet të shtohet numri i kampionimeve e analizimeve, duhet të merren masat që në gjenezë, që në prodhim, që në lëndën e parë, siç është rasti konkret me misli që importohet. Pra, e thënë këto rrethana, kapitulli 12 do jetë një nga ata kapitull të cilët Shqipëria do ta ketë vështirë për ta kaluar, nëse gjithmonë nuk do t'i thras mendjes, apo nëse gjithmonë nuk do t'i japi peshën apo zërin e rëndësishëm asaj që duhet, që është siguria ushqimore dhe veterinaria. Nëse fondet do të rihapen, a mendoni se do të ketë sërish korrupsion, pra fondet do të shkojnë sërish tek miqtë të afërmit të zyrtarëve të lartë, apo Shqipëria ka zënë mend? Fakt, fondet e partit prej vitesh tashmë të mbyllura do jenë një zhvillim apo një impakt pozitiv nëse ato do rikthehen. A nëse do vidhen përsëri apo jo, në fakt kjo nuk mbetet një parashikim në cilin unë mund ta bëj, por ditë them që në kodin penal është specifikuar specifikisht një nen për sa i përket fondeve të Bashkimit Evropian. Dhe unë mendoj me dëmin që është bërë Shqipërisë në këto 3 vitet e fundit, me bllokimin e fondeve të partit, pra Bashkimit Evropian, pra fonde të mjaftueshme për të zhvilluar dhe për të nxitur apo për të rritur kapacitetet, sepse edhe ato fonde janë të lidhura drejt me sigurinë ushqimore, sepse transformojnë industrinë tonë, transformojnë fermat tonë, i rrisin kapacitetet, po ashtu i japin mundësi që të investojnë në teknologji. Pra, në këto rrethana po flasim për disa fonde të cilat në fakt impaktin e tyre drejt e kanë edhe në sigurinë ushqimore. Pra, përveç se të bëjmë biznese konkurruese, i rrisim kapacitetet, por duke investuar drejt ne aty edhe si thon rrisim cilësinë, pra duke injektuar teknologji në fundit, sistemet më të ndryshme. Në këto rrethana ne fillojmë rrisim cilësinë edhe bëjmë që industria jonë e prodhimit lëndës parë apo e përpunimit jetë në nivelet e duhura të Bashkimit Evropian. A ka garanci nëse do vidhe? Këtu jam pa fjalë, pasi nuk mund të them dhe nuk mund të parashikoj. Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural ka informuar të martën se programi i parë 3 nuk është hapur ende për aplikime. Sa pengesë po bëhet për fermerët dhe bujqësinë bllokimi i këtyre fondeve? Atëherë, në fakt, lajmi mirë në këtë rast është që po flitet për i parti. Pra, ka shpresë që mund të hapet së shpejti. Lajmi keq e ka bërë rrugën e tij dhe tashmë u bëm 3 vjet që i parti është bllokuar dhe në fakt kanë qenë, unë të përmenda pak më sipër që këto fonde kanë ndikuar negativisht për lektorin, fermerin, industrialistin shqiptar. Sepse ka qenë ca para të cilat u ngrin atje dhe nuk jepesh mundësia ta aksesoheshin nga investitorët shqiptar. Dhe fatkeqësisht ky ka qenë një problem në cilin nuk desh kaq shumë kohë që të zgjidhet, por lajmi i mirë është që ka dritë në fund të tunelit edhe ka shpresë dhe shpresoj mos të jetë thjesht një lajm politik, por të jetë një vërtet në cilën shqiptarët shumë shpejt apo investitorët shqiptarë shumë shpejt
kenë akses tek fondet e Bashkimit Evropian. A janë të braktisur bujqit nga qeveria? Fakt, në skema kombëtare, mungesa e partit rrisor elementësh nuk e kënaqi nevojën e plektorisë të Shqipërisë. Në fakt ka një përpjekje për të transformuar dhe për të nxitur të rinj, siç është skema kombëtare për 2026, duke vënë fonde në dispozicion tyre, duke nxitur plektorinë si një nga zërat që ka pasur një trend rritës kohë. Pra ka përpjekje, por e theksoj edhe një herë, janë rast konkret që ju përmendet fondet e partit, prezenca e tyre në fakt ka sjellë një boshllëk në këtë lloj investimi, në këtë lloj transformimi të plektorisë apo bujqësisë shqiptare në tërësi. Po, për blektorët, a keni informacion se çfarë është bërë me Akademinë e Barinjve që do të hapte dikur ish ministri i bujqësisë Krifca? Jam sinqer duke qenë vetë lektor, në fakt deri tani nuk na kanë thirrur akoma të diplomohemi apo të marrim leksionet e para të akademisë. Faleminderit shumë për kohën.